Yeah. Let's take them back. Coming up, I was confused. My mama kissing the girl. Welcome party people. Mirë se erdhët. Jam përcjellësi juaj në rrjetin social Twitter dhe sot pash që keni shkruar e goditën Gjermaninë e tani e ka radhën Kosovë. Po njëri, ashtu është, kemi ardhur nga Gjermania për të performuar këtu sonte. Vitin e kaluar keni mbajtur një koncert në Zvicër në një klub të shqiptarëve dhe cili është opinioni juaj për këtë? I dua shqiptarët dhe nëse do të kisha mundësinë të lindi përsëri, do të zgjidhja të lindi shqiptar. Ke dëgjuar për fansat që ke këtu? Shoh shumë të tillë dhe duken shumë të emocionuar, kështu që jam thjesht I lumtur që jam këtu. Njeh ndonjë shqiptar? Njoh shumë shqiptar në Amerikë. Sa gjatë do të performoni sonte? Nuk e di, nuk mund të parashikoj të ardhmen, thjesht le të shpresojmë që do të vinë shumë njerëz dhe je këtu për turneun e albumit të ri Red. Çka ka të veçantë albumi juaj I katërti dhe I fundit deri më tani? You have 4 albums. Të gjitha albumet janë të veçanta, por albumi I Red është thjesht I mirë. Të njohim këtu me hitin Hate It or Love It. A konsideron se ky është singulli juaj më I mirë? Hate It or Love It është kënga e vjetër, por ju e vlerësoni më mirë. Cili ka qenë koncerti juaj më I mirë deri më tani? Natyrisht, ai që do të jetë sonte. Keni parë në YouTube videot e performancave në Kosovë të Snoop Dogg, Busta Rhymes, Exhibit e tjerë? Jo. Sigurt? 100%. No one? Sure? See you then. Late. See you later. Thanks.